Sot jemi të festa e mjaltit. Kam kënaqësinë të kem Ministrin e Bujqësisë dhe deputetin tonë dhe djalin tonë zoti Tauland Balla këtu në këtë festë. Kjo festë festohet nga Bashkia e Librasht dhe ka 9 vite që ne kemi kthyer si traditë. Dhe çdo vit do të festohet festa e mjaltit. Për shkak të falenderoj për pjesëmarrjen të gjithë, falenderoj edhe ministrin që për herë të parë vjen te festa e mjaltit në Librasht dhe uroj suksese ministrit të ri. Faleminderit. Faleminderit kryetarit për ftesën në këtë ditë ku festohet festa e mjaltit. Unë jam për herë të parë në Librasht për të qenë prezent në gjithë të panajirët të bukur ku promovohet mjalti i traditës, por edhe një nga sektorët cilët ne kemi mbështetur dhe do ta mbështesim ndaj skemave kombëtare të qeverisë shqiptare Bujqësia 2030. Duaj që nga këtu të përcjell mesazh të gjithë bletëricit që Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural do të jetë mbështetëse akoma me skemën kombëtare të cilët jemi duke e rishikuar për ta parë që bletëricit të kenë rol më të madh ndaj skemës, por edhe përfitimet të cilët do të jenë në vazhdimsi, për të pasur një prodhim sa më cilësor, por edhe për ta çuar atë ndaj tregjeve ndërkombëtare, siç ne e kemi aktualisht, por për të bërë akoma një sasi dhe një cilësi më të mirë. Faleminderit edhe një herë. 10.000 koshere në gjithë bashkinë e Librashtit, një nga prodhuesit më të mëdhenj mjaltit. Nuk është rasti që sot në ditën e turizmit bashkë me Ministrin e Bujqësisë, deputetin Komici dhe kryetarin e bashkisë, jemi sot në një panajir të shumëllojshmërisë së prodhimeve bujqësore, me në krye le themi mbretin e prodhimeve bujqësore të krajinës Librashtit, që është mjalti. Librashti është një prej prodhuesve më të mëdhenj të mjaltit në Shqipëri, me shumë cilësi, me shumë varietete, duke përfshirë tu dhe varietete le themi të rralla për shkak të kullotës, siç është pjesa që lidhet me mjaltin e zonës së Gurakuqit, mjalti Gështenjës, apo dhe plot shumëllojshmëri të tjera. E falenderoj ministrin Salla për vëmendjen, me njerë sapo ka filluar punë është kudo prezent, edhe këtu në këtë festë të bukur dhe drejt për drejti aty ku punohet për të sjell prodhimet bujqësore, dhe po ashtu dhe për vëmendjen e veçantë ndaj kësaj pjese të prodhimit bujqësor, sikur se është kujdesi për bletarin dhe për prodhimin e mjaltit. Bashkë me Olsin, bashkë me Mariglenin, mesazhi sot në ditën e turizmit është për gjithë ata që ende nuk e din se çfarë ofron Librashti, janë të mirëpritur. Librashti ofron turizëm 12 mujor për shkak të bukurive të natyrës, për shkak të hapësirës madhe. Është një prej bashkive me sipërfaqen më të madhe që ka brenda vetes plot destinacione malore, por ajo që është le themi e veçanta e kësaj zone është mikpritja e banorëve dhe gatimet shumë të shijshme. Ju mirëpresim Librasht. Është një festë që tashmë është kthyer në një traditë për gjithë zonën e Librashtit, fal edhe kujdesit dhe këmbguljes së bashkisë Librasht. Tashmë prodhimi i mjaltit, pra ky lloj biznesi për gjithë zonën e Librashtit është kthyer në një biznes tepër identifikues, që identifikon fuqishëm Librashtin në të gjithë Shqipërinë. Dhe jo pa qëllim, një ftesë shumë e rëndësishme, por dhe mjaft e bukur, i është bërë Ministrit Bujqësisë, zotit Andis, që të jetë prezent në këtë festë tonën familjare, do ta quajmë tashmë, pikërisht jo vetëm për të promovuar këtë lloj tradite tashme që ka hedhur rrënjë fuqishëm në të gjithë zonën e Librashtit, por edhe për të shtuar shumë fuqishëm atë zët qeverisë shqiptare për një rimbursim dhe për një ndihmës akoma edhe më të fortë në këtë biznes mjaft fitimprurës, jo vetëm për zonën e Librashtit, por tashmë edhe për gjithë Shqipërinë. Faleminderit. Deri keni ardhur në panajir sot me disa produkte jashtëzakonisht cilësore të fermës tuaj. Si ka qenë tregu gjatë këtij viti dhe sa të bosh në prodhim? Prodhimet mirë, këtë viti kemi normal, kemi shumë mirë. Nuk janë të. Po çmimet dhe tregu ka ecur gjatë vitit?
Mirë. Cilat lloj mode janë më preferuara nga Kjo vlerësi? më preferuar. Dhe çmimet si janë gjatë vitit? Po 1.000, këtë e lami 1.500. Kivi tani sa është bërë mirë akoma kivi. Edhe kivin e kemi shumë të mirë. Sa ja vlen panajrit e tilla ku ju prezantoni produktet e firmës tuaj? Shumë ja vlen fare. Ja vlen shumë. Me vlera. Edhe këto është i manë. Po të në sasësh për ato. E di, nuk du. Sëra këto e që ndryshimi. Nuk du, thonë të asë një. Edhe jam gëzimi nga polisi. I kam sijat gjithë produktet e mija. Tu në Librasht, sot panelën e mjaltit. Duke filluar mjaltin, ufrin, vajnollirin, kastravetën, mandeferës janë shumë mirë. Marrëpin në dilan, sopot. Është prodhimi bio 100%. Ka gjithë të të janë. Çaj mali dhe arrat janë nga produktet më të rralla dhe më cilësore. Po, ara është e kultivume, është mjell në polis, është shumë cilësore, çaj është marrë në sopot, është shumë i rrallë, 100%. Nga që kam gjuhun, a i lufton shumë, e ka dalë më mirë lejtë, thonë ata se kush i lavdron vete, po është mishi. Ka që të themë, 100% dhe mjalti është cilësore, me analiza. Faleminderit dhe juve. Rralla në treg sot, cilat janë ato dhe cilën zonë të Librazhit përfaqësoni në këtë? Ne jemi nga Kërkavelci, zonë Bashkie e Preshit. Ne kultivojmë zarakini, thonë kësaj. Zaraki, thonë këti produkti, edhe kemi vreshtari. Vreshtaria etëm. Pa ujë, pa ashtu, po e bon veni. Prodhimi si vjetë ka shumë i barë? Prodhimi si vjetë nuk ardhe, i mbash në i pritë ngrica. Sa ja vlen pjesëmarrja në panajire të tilla për të promovuar produkte të tilla, të cilat janë të rralla në treg? Po, të rralla, vetëm kjo shkon, sheshi shkon, muskati po, muskati në aromi zi, apo i bardhë, po punohet në vresht. Gjithë ushë janë në vresht, në vreshtari. Faleminderit. Edhe ju jeni pjesëmarrës në këtë panajir me disa produkte të firmës tuaj. Përshëndetje. Ne jemi nga fshati Kërkavec. Ai fshat prodhon vreshtarinë dhe prodhime të tjera. Por neve kemi ngelur pak fermer, sepse si në të gjithë Shqipërinë edhe në përfshatat janë larguar dhe bujqësisë. Bujqësia është lënë shumë mrapadore. Tani ne jemi pensionista dhe e kemi shumë të vështirë për të punuar, por punojmë pak me sforcare sepse prodhimi bëhet gati, por do prur, do shitur dhe ka probleme. Megjithatë, i përshëndesim bashkinë e Librazhit që organizon një panajir të mrekullueshëm, festën e mjaltit, ku në zona tona, veç vreshtarisë e prodhime tjerë prodhohet shumë mjalti. Dhe prandaj ka dhe emrin festa e mjaltit. Megjithatë, prodhimet janë të mbara, ka prodhime, por është vështirë vetëm për krahun e punës, sepse të rinjt kanë ikur, ne jemi në moshë të vjetër, i kemi të vështirë, por prodhimet bëhen. Duhet të subvencionohen bujqësia, që të kthehen të rinjt, të krijohen mundësira, që rata të kthehen, atëherë mund të rilindë bujqësia, sepse bujqësia është në një pikë shumë të dobët, shumë dobët, sepse nuk ka njerëz që të prodhon toka. Është një nga stendat që kanë ndjedhur më shumë interes të gjithë vizitorët. Për çfarë quhet mbledëria juaj dhe cilat janë disa nga produktet me të cilat ju konkurroni në treg gjithë mbledërët e tjerë? Tani, ideja jonë ka qenë në atë parë të promovoj për kalamajt, të shohim si prodhohet mjalti. Edhe kjo blet
është ndërtuar, kjo bletë është ndërtuar nga zero. Thjesht është kolonia e bletës bashkë me Bertareshën edhe ka filluar që në mars. Kjo i ka ndërtuar gjithçka hojet që shikoni këtu, i ka ndërtuar me vetë bleta. Dylli është i prodhuar nga bleta, nuk është as një ndërhyrje nga dora e bletarit. Kjo tjetër promovim që kam unë interes, është edhe nga bleta prodhohen disa produkte, mjalti që është kryesori, që është i ëmbël, prodhohet qumshi i bletës, prodhohet propolisi, prodhohet ndër tjera dhe dylli që shumë njerëz nuk e di që mund ta prodhojnë për qiri. Për dekorim të shtëpisë, por edhe një qiri shumë organik, sepse nuk ka as pym, as zhurmë kur lizet dhe është për të pastruar ajrin. Edhe një tjetër që kam unë në mendjen time dhe që kam promovuar për kalamajt dhe që kalojmë atje ke pjesa tjetër, është një park që kam organizuar në mënyrë dekorative, si punon bleta në natyrë. Aty kam bërë një park me koshere të improvisuara nga koha, domethënë se ishin kosheret e vjetra, edhe kam bërë një lëndim me lule, me bar, ka rusha që sulmojnë bletën, ka dele që kullosin lëndim, lulet që merren bleta me nektarin e shumë të tjera. E në thotë mjalti i Gështenjës është një nga kërkesat më të dhënë nga të gjithë vizitorët. Mjalti është, gjithë mjaltat janë të mirë, po mjalti i Gështenjës që ka një plus më shumë, është sepse gjatë mjaltit të Gështenjës bletët mbledhin shumë polen, i cili ka një përmbajtje të lartë të kriprave minerale, të lëndëve organike, të cilat japin një imunitet më të lartë për organizmin. Por, po që mjalti natyral, që ka prodhu bleta, çdo mjalt është e padim, është shumë i shëndetshëm. Dhe Librazhdi quhet për përlimin cilësor të mjaltit. Po, sepse ne kemi kullota shumë të pasura, kemi shebenikun, të cilën unë kam qenë në zonën e Zabzumit si vjet. Unë kam Shqipëniku është një zonë që është shumë e pasur me çajra, me lule mjekësore. Kemi edhe këtë zonën ku mbaj unë për shembull në Dragosuj që kam dy pjesët e Shqipënikut, pjesën e Shqipënikut dhe kam pjesën e Dragosujës të Dardës, lart malin e Dardës, cila është një hapësirë shumë e madhe, unë jam shumë e kënaqur dhe kam mjaltë shumë cilësor në atë zonë. Tjetër që kisha unë dua të bëj një falënderim të gjithë miqve të mi, të gjithë klientëve, farafisit, të gjithë që më cilët kam besuar tonë. Faleminderit.